Kryeministri Hristian Mickoski është i zhgënjur nga kryetari i Strugës me ndiqyra për mënyrën e festimit në Strugë vetëm me flamur shqiptar. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka marrë mostra të reja në shkollën ku helmuan 10 nxënës. Rezultatet e para treguan se helmimi ndodhi për shkak të ushqimit. Policia ka paraqitur kallëzim penal kundër ish kryetarit të Strumicës dhe 5 personave të tjerë për dyshime për keqpërdorim gjatë një furnizimi publik në vlerë prej 6.9 milion eurove. Kamerat e Safe City regjistrojnë shkelje e një automjeti që lëvizte me shpejtësi 231 km/h. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Përshtypja e parë e kryeministrit Hristian Mickoski për kryetarin e Strugës është katastrofë. Mickoski tha se i ka dërguar mesazh me ndiqyrës për festimet e 28 nëntorit ku nuk e ka përdorur flamurin shtetëror, ndërsa për protestën e paralajmëruar të liderit të BDI-s Ali Ahmeti në mbështetje të ish pjesëtarëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, Mickoski tha se ky është një hap i gabuar i Ahmetit dhe është i bindur se as vlen nuk do ta mbështes atë. Duke folur për ndryshimet në qeveri, Mickoski theksoi se me ministrin Orhan Murtezani bashkëpunimi do të vazhdojë. Kryeministri Hristian Mickoski është zhgënjur nga kryetari i Strugës me ndiqyra. Në brifingun me gazetar, kryeministri nuk ngurroi të tregojë se qyrës i ka dërguar edhe SMS porosi për mënyrën e festimit në Strugë, vetëm me flamurin shqiptar. Komentin për të përfundoi duke thënë se, për fat të keq, mundësi për përshtypje të dytë nuk ka, ndërsa përshtypja e parë ishte katastrofë. Ndërsa festimet e 28 nëntorit tha se janë festuar siç duhet në Çajir, ku me mburri u shpreh se për herë të parë krahas flamurit shqiptar është vendosur edhe flamuri i Maqedonisë. Mickoski komentoi edhe për protestën e paralajmëruar të liderit të BDI-s Ali Ahmetit në mbështetje të ish pjesëtarëve të UÇK-s, që po gjykohen në Hag, për të cilin tha se kjo është një lëvizje e gabuar e Ahmetit dhe mendon se duhet ta rimendoj këtë vendim. Me këtë protest po mundohen të mobilizohen para kongresit të partisë. Me këtë, ata vetëm po vërtetojnë se do ta kenë shumë të vështirë që në të ardhmen të gjejnë partner të koalicionit. Unë nuk e mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohem me këtë marsh. Jam i bindur se as vlen nuk do ta mbështes. Duke folur për ndryshimet në qeveri, Mickoski theksoi se me ministrin Orhan Murtezani bashkëpunimin do ta vazhdojnë. I pyetur nëse është e vërtetë se do të dërgohet ambasador në Bruksel, Mickoski u shpreh se nuk mund ta thotë një gjë të tillë, sepse siç tha, megjithatë këto vendime merren në konsultim me partnerët tanë strategjik. Pas propozimit që Bekim Sali të vendoset në vendin Orhan Murtezanit, jam i sigurt se bashkëpunimi me të do të vazhdojë edhe më tej, por nga një nivel tjetër dhe nga një tjetër vend. Rikonstruimi i qeverisë ose rifreskimi, siç e quajti ai, mund të pritet në prill ose në maj, duke shtuar se aktualisht në koalicion punët funksionojnë normalisht. Gjithashtu u pyet edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kryeministri u përgjigj se kjo u konvenon në aspekt partijak, por jo edhe në aspekt buxhetor. Zhvillimet politike pas zgjedhjeve lokale përfshirë mundësinë e rikonstruimit të qeverisë dhe reformat e paralajmëruara të BDI-s u analizuan në emisionin Debat në Shenja. Analisti Sefer Selimi tha se qeveria po vuan nga sindromi i pozitës duke vendosur njerëz para institucioneve dhe se marrëdhëniet brenda koalicionit janë të brishta. Ndërkohë analisti Xhenuri Seni vlerësoi se koalicionet e partive shqiptare me ato maqedonese janë të natyrshme dhe se vlen e ka kaluar testin e legjitimitetit në zgjedhjet lokale. Në emisionin Debat në Shenja, zhvillimet e fundit politike në vend kanë qenë në qendër të analizës. Pas zgjedhjeve lokale, çështja e rikonstruimit të qeverisë është rikthyer si një nga temat kryesore, duke hapur dilema nëse reformulimi i kabinetit do të sjellë stabilizim apo tension brenda koalicionit qeveritar. Në fokus ka qenë edhe kongresi i paralajmëruar i BDI-s, ku kjo parti synon reforma të thella për të rikonfirmuar pozicionin e saj politik. Analisti Sefer Selimi mendon se një pjesë e figurave në BDI të cilët kanë treguar rezultat në të kaluarën duhet të vazhdojnë dhe të veprojnë ende, ndërsa shton se liderët e vlenit janë burimi për çarjeve, prandaj shkrirja është e vështirë. Selimi për këtë qeveri thot se po i ndjek sindromi i pozitës. Këtë qeveri, ashtu edhe si qeveritë të tjera, është duke ndjekur një
do të thoja unë, një sindrom i pozitës. Zakonisht gjitha qeverit mundohen që njerëzve të gjenë ministri, pushtet, pozita dhe jo pozitave, ministrive, institucioneve njerëzit e duhur dhe adekuat. Zoti Mickoski, sidomos në raport me partnerin shqiptar, i mori në qeverisi humbës dhe tani instaloj si fitues në pushtetin lokal. Dhe ato detyrimisht do duhet t'jenë shumë amortizues ndaj çdo veprimi. Ndërkaq, analisti politik Xhenu Riseni vlerëson se nuk ka asgjë të kontestueshme në koalicionet e partive shqiptare me ato maqedonase për zgjedhjet lokale. Ai vlerëson se Vlen tani, por edhe BDI më parë dhe PDSH kanë bërë koalicione me partitë maqedonase, ndërsa për Vlen tha se tashmë e ka kaluar testin e legitimitetit. Shumë e vërtetë është që Vlen e ka pasur atë barrën e legitimitetit në kaluamën që mbi supe që disi e ka fituar. Dallimi është mbi 28 vota të cilën e ka pasur Hashim Mickoski dhe tani nuk e ka. Tani unë pres një Vlen pak shumë ndryshe sepse shumë eksponent të AKI-s në zgjedhja lokale kanë thënë që testi i legitimitetit, po të citoj, testi i legitimitetit të shqiptarët do të jetë çajre dhe tova. Dhe këtë test pa pikë dyshime e kanë kalu Vlen dhe duke u bazuar në këtë narrativ. Vlen e ka kalu testin e legitimitetit. Tutje, Iseni ka deklaruar se BDI në kongresin e ardhshëm i nevojiten reforma të thella dhe se për dallim nga e kaluara kur reformat janë bërë sa për të thënë se kanë bërë, ajo e ka justifikuar veten me fitoret, por se tani këtë komoditet nuk e ka. Mbrojtja e akuzuarve për rastin e tragjedisë në Koçan ka vazhduar me dhënien e dëshmive të tyre para trupit gjykues si kryetari i komunës së Koçanit Ratko Dimitrovski, që është në mesin e të akuzuarve, pretendon se ka alarmuar institucionet kompetente për gjendjen e lokalit para se të ndodhte tragjedia. Edhe të akuzuarit e tjerë kanë hequr fajsi nga vetja, ndërkohë familjarët e viktimave para seancës u mblodhen para sallës ku mbahet gjykimi për të kërkuar drejtësi. Ish kryetari i komunës së Koçanit në seancën e sotme për tragjedinë në diskotekën Puls zbuloi se në tetor të 2012-s, përpara se diskoteka të fillonte zyrtarisht punën, ai dërgoi letër Ministrisë së Ekonomisë duke kërkuar informacion dhe tha se kur nuk i është kthyer përgjigje. E them me përgjegjësi se nuk kam asnjë faj për këtë rast dhe do ta vërtetoj këtë gjatë procesit, ndërsa para gjithëve këtu them se ju premtoj se as unë dhe as mbrojtja ime në asnjë rast nuk do ndërmerret asnjë veprim për të anuluar ose prolonguar procedurën gjyqësore. Ndërsa Lupço Papazovi, i cili ishte kryetar kur ndodhi ky rast, deklaroi se në ditën kritike ai mobilizoi administratën komunale dhe vetën për të vënë në dispozicion të shërbimeve kompetente dhe nga perspektiva njerëzore dha dorëheqje për arsye morale. Duke u bashkuar fjalës hyrëse të avokatit tim mbrojtës, duhet të deklaroj se në këtë sallë gjyqi do të paraqiten shumë argumente dhe fakte që mund të mos i pëlqejnë disave, por do të jenë hapi i parë ose sinjali i parë se jeni në rrugën e duhur drejt përcaktimit të së vërtetës. Mbrojtja e inspektorëve të ndërtimit të akuzuar në rastin Puls në fjalët hyrëse thanë se shkaku i tragjedisë nuk ishte për shkak të defekteve të ndërtimit në strukturën e objektit dhe se inspektorët nuk mund të kishin vepruar sepse nuk kishte raport ose urdhër për mbikëqyrje inspektuese. Dhjetra telefonat celular dhe laptopi që u gjetën në qelinë të akuzuarit Xhevail Kamberi në burgun e Shutkës, ku ai po qëndron në paraburgim, nuk ishin të tijat. Kështu tha avokati i tij Naser Raufi pas vërtetjes së gjykatëses Diana Gruevska Ilievska, që ja dha seancën e kaluar të akuzuarit, i cili tha se 13 telefonat celular dhe një laptop u gjetën në qelinë e Kamberit. Sipas Raufit, pronari i telefonave dhe kompjuterit vetë është paraqitur dhe e ka pranuar se janë të tijat. Në nisje të seancës së sotme para sallës ku po zhvillohet gjykimi për Koçanin në Idrizov, nga familjarët e viktimave të tragjedisë u vendos një transparent në të cilin ishin të vendosura fotografitë të rinjve që kanë ndërruar jetë në atën e kopshme dhe nën to qëndronte mbishkrimi: 16 mars 2025, 63 hije do ju ndjekin, çdo shikim kërkon drejtësi. Transparenti u vendosi kthyer me pamje nga parkingu prej ku vinin të akuzuarit. Në seancën e kaluar të gjithë 35 të akuzuarit u deklaruan se nuk ndjehen fajtor, kurse 3 subjektet juridike të akuzuara e hodhën poshtë aktakuzën.
Agencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vazhduar kontrollet e jashtëzakonshme në shkollën fillore në komunën e Karposhit, ku u helmuan rreth 40 nxënës. Rezultatet paraprake kanë treguar se helmimi ka ardhur si pasojë e një ushqimi të shërbyer në shkollë. Agjencia ka shqiptuar 3 gjoba për operatorin e ushqimit Vanilla Food. Pas masave të ndërmarra për pastrim dhe dezinfektim të përgjithshëm në kuzhinën e shkollës fillore Dimo Haxhi Dimov në komunën e Karposhit, inspektorët e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari sot sërish kanë marrë brisë nga sipërfaqet e punës për të verifikuar sigurinë e ambientit. Punonjësit e kuzhinës janë dërguar në kontrollet e jashtëzakonshme sanitare, ndërsa kuzhina do të mbetet e mbyllur deri në marrjen e rezultateve laboratorike. Agjencia tani më zyrtarisht i ka marrë rezultatet nga analizat laboratorike të mostrave të ushqimit dhe brisjeve të marrë në kuzhinën e Dimo Haxhi Dimov, si dhe nga kontrollet e jashtëzakonshme të kryera në kuzhinën të 9 shkollave të tjera fillore në Karposh, të cilat menaxhon nga i njëjti operator ushqimi. Dhe rezultatet kanë treguar se musaka e shërbyer në këtë shkollë nuk i plotësonte kriteret mikrobiologjike të sigurisë, pasi është konstatuar prania e baktereve nga grupi Enterobacteria. Për këtë shkelje, operatori i ushqimit është gjobitur me 600 euro, ndërsa personi përgjegjës me 300 euro. Me 600 euro në kundërvlerë në denar dhe 300 euro për personin përgjegjës është gjobitur operatori i ushqimit, sepse nga mostrat e marra në SHF Dimo Haxhi Dimov është konfirmuar që musaka e servuar nuk i plotëson kriteret mikrobiologjike të sigurisë, respektivisht është konstatuar prania e bakterieve, Enterobacterie. Nga mostrat e marra të ushqimit dhe brisjeve në kuadër të kontrolleve parandaluese në 9 shkolla fillore, në një mostër ushqimi është konstatuar prania e bakteries Escherichia coli, për çka është urdhëruar që ai ushqim të hiqet nga përdorimi. 2 nga brisjet e testuara kanë rezultuar pozitive. Për parregullsitë e konstatuara, operatorit të ushqimit janë shqiptuar edhe 2 gjoba të tjera prej 900 euro secila. Një gjobë shtesë prej 650 eurosh është vendosur për mosposedim të certifikatës së higjienës për një punonës dhe për mungesë të kushteve teknike të punës, konkretisht mungesën e ujit të ngrohtë në 2 prej kuzhinave shkollore. Sektori për punë të mbrëmshme Strumic ka paraqitur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër ish kryetarit të Strumicës Kostadin Kostadinov dhe 5 personave të tjerë për dyshime për keqpërdorim të procedurës dhe së prokurimit publik dhe kryerje të pakujdesshme të detyrës. Sipas policisë, gjatë tenderit për blerjen e 10 autobusëve elektrik për Strumic Transport në vlerë 6.9 milion euro janë shkelur procedura ligjore, është angazhuar person pa kualifikime dhe licencën e nevojshme, ndërsa specifikimet teknike dyshohet se janë përshtatur paraprakisht për autobuset e përzgjedhur. Policia e Strumicës ka paraqitur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër ish kryetarit të Strumicës Kostadin Kostadinov dhe 5 personave të tjerë për dyshime për keqpërdorim të procedurës së prokurimit publik të 10 autobusëve elektrik në vlerë të përgjithshme prej 6.9 milion eurove. Kostadinov ngarkohet me veprën penale keqpërdorimi procedurës për thirrje publike, dhënies së kontratës për prokurim publik apo partneritetit publiko-privat. Në kallëzim thuhet se në cilësinë e kryetarit të komunës, Kostadinov i ka tejkaluar rregullat e procedurës së prokurimit publik për blerjen e autobusëve për nevojat e ndërmarrjes së transportit publik Strumica Transport dhe e ka angazhuar përgjigjesin për çështje teknike për pjesëmarrjen në vlerësimin teknik të ofertave, si dhe për mbikëqyrjen e zbatimit dhe realizimit të kontratës, edhe pse ai nuk i ka pasur kualifikimet e nevojshme dhe licencën A të kërkuar për mbikëqyrje në fushën e inxhinierisë elektrike, e cila lëshohet nga dhoma e arkitekteve dhe inxhinierëve të autorizuar. Janë paraqitur kallëzime penale edhe kundër personave DPS 61 nga Strumica, KB 37 nga Bogdanci, LJ 63 nga fshati Novoselle Strumicës dhe LG 62 nga Strumica, për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale punimi pa ndërgjegjshëm në shërbim, si dhe kundër GP 58 vjeç nga Shkupi, për shkak të dyshimit se kanë ndihmuar në kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi procedurës për thirrje publike, dhënie të kontratës për prokurim publik ose partneritet publiko-privat dhe kryerje e pakujdesshme e detyrës.
Ndërkaq i denoncuari ДПС në cilësinë e drejtorit të ndërmarrjes së transportit publik, Strumica Transport nuk ka kryer mbikëqyrje mbi gjithë procedurën dhe më 12 mars 2024 e ka nënshkruar kontratën për prokurim publik të 10 autobusëve të rinj elektrik përmes lizingut financiar. Përveç dëmit material të shkaktuar në përmasa të mëdha, me këtë prokurim vihet në pikpyetje vlera reale, cilësia, siguria dhe besueshmëria e specifikimeve teknike të autobusëve elektrik të vlerë. Kryetari i ri i antikorrupsionit Adem Çuçul u zotua se do të kërkojë përgjegjësi nga të gjitha institucionet. Ai theksoi se do të përpiqet që t'i përmirësojë vlerësimet e Brukselit. Kryetari i ri i Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit, Adem Çuçul, sot ka dhënë betimin solemn para kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Ai zotoi se së bashku me ekipin e tij do të kërkojnë integritet, përgjegjësi dhe transparencë nga të gjitha institucionet. Njëkohësisht është përgjegjësi e madhe duke i pasur parasysh sfidat me të cilat përballet edhe komisioni edhe shteti në fushën e luftës kundër korrupsionit. Në atë drejtim, si kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit do të angazhohem për punë transparente të institucionit, por edhe si ekip do të kërkojmë përgjegjësi nga të gjithë institucionet. Ne jemi institucion i cili promovon integritetin dhe do të kërkojmë integriteti të promovohet dhe të avancohet në të gjitha institucionet. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se çka do të jetë në fokusin e komisionit, ai deklaroi se ka një numër të madh të sfidave. Si kryetar do të angazhohem të përmirësojmë vlerësimet e Komisionit Evropian, do të duhet mund dhe shumë punë. Në intervistën time në Kuvend, thashë do të angazhohem për digitalizim dhe për vegla parandaluese. Jemi në fazë të përgatitjes së strategjisë së re nacionale, e cila përgatitet në proces inkluziv me pjesëmarrje të gjitha faktorëve relevant në shtet. Si vegël parandaluese shpresoj se do të jetë shumë më koncize dhe më e zbatueshme për dallim nga e kaluara. Çuçul unanimisht u zgjodh kryetari i komisionit në mbledhjen e së mërkurës në Kuvend, ku mori 82 vota. Kryeministri Hristian Mickoski prezentoi platformën e re për ndjekje në kohë reale të projekteve të financuara nga qeveria, duke e cilësuar si hap drejt transparencës dhe menaxhimit modern. Ai tha se qytetarët, komunat dhe media tani mund të shohin qartë çdo fazë të projekteve. Mickoski prezantoi edhe rezultatet e thirrjes së parë publike të financuar nga mjete të siguruara nga qeveria, në të cilën janë përfshirë 288 projekte me një vlerë të përgjithshme prej gati 75 milion eurosh. Kryeministri Hristian Mickoski sot ka promovuar platformën e re për ndjekjen e projekteve të financuara nga qeveria, duke vlerësuar se kjo vegël paraqet një hap përpara në kulturën politike, menaxhimin modern dhe transparencën. Mickoski theksoi se platforma u mëson çdo qytetari, komune, gazetari dhe përfaqësuesi të sektorit civil që në kohë reale ta ndjekë rrjedhën e projekteve të financuar nga qeveria. Sipas tij, me këtë vendoset një kornizë e re besimi në të cilin publiku ka qasje të drejtë në shpenzimet e mjeteve publike. Ai theksoi se transparenca është rregull thelbësor demokratike dhe përgjigje ndaj dezinformatave, duke vlerësuar se platforma është një mesazh politik se qeveria punon ndershëm dhe në interes të qytetarëve. Mickoski potencoi se mediat marrin një vegël të fuqishme për ndjekjen e çdo faze të realizimit të projekteve. Asnjë projekt më nuk është diku atje, i fshehur në labirintet institucionale. Tani është publik, i dukshëm dhe i verifikueshëm. Kryeministri i prezantoi edhe rezultatet nga thirrjet publike për financim. Përmes thirrjes së parë janë përfshirë 288 projekte me vlerë pothuajse 4.6 miliard denarësh. Të gjitha projektet janë nisur, për të gjitha janë nënshkruar marrëveshjet. 193 janë përfunduar, 26 janë në fazën përfundimtare dhe 89 janë në realizimin aktiv, ndërsa për 6 projekte të tjera procedura e tenderimit ka përfunduar. Ai theksoi se projektet e përfshin infrastrukturën, mjedisin jetësor, sportin, kulturën dhe arsimin, duke shtuar se kjo nënkupton shërbime më të mira dhe cilësi më të mirë të jetës. I pari i qeverisë u ndal edhe te thirrja e dytë publike e financuar përmes kredisë hungareze, në të cilën janë përfshirë 828 projekte me vlerë prej 13.8 miliard denarësh. Sipas tij, mbi 50 prej tyre janë përfunduar ose janë në fazë përfundimtare, ndërsa për më shumë se 500 janë nënshkruar marrëveshje.
Safe City regjistroi shkelje ekstreme të tejkalimit të shpejtësisë. Një drejtues mjeti lëvizte me shpejtësi 231 km/h në qarkoren e Shkupit. Sa i përket kalimit në dritë të kuqe, numri më i madh i shkeljeve është regjistruar në kryqëzimin mes rrugëve Cvetan Dimov dhe John Kennedy. Gjatë periudhës testuese të sistemit të ri të video mbikëqyrjes, qyteti i sigurt është regjistruar deri tani shkelja më ekstreme. Një drejtues automjeti që lëvizte me shpejtësi të pabesueshme prej 231 km/h në qarkoren e Shkupit. Rasti ka ndodhur më 1 dhjetor dhe informacioni u konfirmua zyrtarisht nga shefja e sektorit për punë të komunikacionit në MPB, Maja Arsovska-Manov, dhe këshilltari shtetëror në kabinetin e ministrit Vladimir Velkovski. Ka drejtues që i shohin rrugët si pista garash. Kjo tregon edhe njëherë se na nevojitet një sistem që funksionon 24 orë, jo vetëm kur ka patrull në terren. Gabimi me një shpejtësi të tillë zakonisht përfundon tragjikisht, jo vetëm me gjop, ka thënë Velkovski. MPB njoftoi se ditën e dytë të testimit të sistemit është vërejtur rënja e ndjeshëm e shkeljeve. Nga 110.000 të regjistruara më 1 dhjetor, numri është ulur në 50.652 shkelje brenda 24 orëve. Shpejtësia më e lartë e regjistruar ditën e dytë ka qenë 209 km/h, ndërsa shpejtësia më e ulët për të cilën është lëshuar gjop ka qenë 51 km/h. Më shpesh është vozitur me shpejtësi të lartë në dalje të Shkupit drejt Tetovës dhe në bulevardin Nikola Karev. Sa i përket kalimit në dritë të kuqe, numri më i madh i shkeljeve është regjistruar në kryqëzimin mes rrugëve Cvetan Dimov dhe John Kennedy. Gjykata speciale ka njoftuar se paraburgimi Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt dhe Fadil Fazliut është vazhduar pasi gjykatës i vlerësoi se ekziston rrezik që të pengojnë drejtsinë ose të kryejnë vepra të tjera penale. Ky është vendimi i 6 me radhë për vazhdimin e paraburgimit. Aktakuza kundër tyre u konfirmua me 29 nëntor dhe u publikua me 6 dhjetor të vitit 2024, ndërsa në prill të vitit 2025 apeli urdhëroi rishqyrtimin e një pjese të saj. Më pas, gjykatësja e procedurës paraprake konfirmoi përgjegjësi shtesë për Thaçin. Sipas aktakuzës, gjatë vizitave të vitit 2023 në paraburgim, Thaçi ka shpërndarë informacione konfidenciale dhe udhëzime për të ndikuar te dëshmitarët, duke bashkërënduar disa grupe me të pandehurit të tjerë. Në paraqitjet e para në dhjetor të vitit 2023, disa nga të akuzuarit u vetë deklaruan të pafajshëm, ndërsa Thaçi dhe Smakaj e bën këtë me shkrim në janar të vitit 2025. Gjatë vitit 2025, palët dorëzuan dosjet paraprake dhe me 12 nëntor, dosja ju kalua gjykatësit të vetëm. Konferencat përgatitore të gjykimit u zhvilluan më 28 nëntor 2025. Shtetet e NATO-s në takimin e ministrave të jashtëm në Bruksel ranë dakord që edhe vitin e ardhshëm të levrojnë miliarda për blerjen e armëve dhe municioneve për Ukrainën. Çdo muaj do të blihen për të paktën $1 miliard amerikan armatime nga prodhimet e SBA-s. Bëhet fjalë për blerjen e raketave pritëse për sistemet e mbrojtjes ajrore, por edhe për sistemet ofensive, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Gjithsej mund të nevojiten rreth $15 miliard, thuhet më tej edhe Gjermania do të marrë pjesë me një volum të konsiderueshëm. Gjermania do të leverojë gjithsej $200 milion për 2 paketa të reja me armatime nga SBA-ja për Ukrainën. Kjo shumë nuk do të llogaritet për vitin 2026. Armatimet do të blihen bashkarisht me Polonin, Norvegjinë dhe Holandën në një paketë të financuar ndërkohë me $500 milion. Gjermania do të paguajë shtesë edhe €25 milion në një fond të NATO-s për pajisjet e ushtarëve dhe mjete të nevojshme për dimër si dhe për kujdesin shëndetësor. Presidenti rus Vladimir Putin e quajti takimin e 2 dhjetorit me negociatorët amerikanë të nevojshëm dhe të dobishëm, duke theksuar se ai shërbeu për të diskutuar propozimet e paqes të presidentit amerikan Donald Trump. Ai tha se plani i Trumpit mbështetet në marrëveshjet e arritura gjatë samitit në Alaskë dhe përfshin rreth 27-28 pika të ndara në 4 paketa.
Putini pranoi se është dakord me disa pika dhe në mospajtim me disa të tjera, duke cilësuar procesin si kompleks. Ai kritikoi BE-n për qasje penguese dhe kujtoi se Rusia kishte kërkuar që Ukraina të tërhiqte forcat nga Donbasi në fillim të konfliktit, gjë që sipas tij nuk ndodhi. Putini theksoi se Rusia do të synojë çlirimin e Donbasit dhe Novorossijs ose me mjete ushtarake ose nëse Ukraina tërhiqet nga ato territore. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se homologu i tij rus Vladimir Putin ende dëshiron të përfundoj luftën me Ukrainën. Ai dëshiron ta përfundoj luftën, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.